Ozempiku, një ilaç për diabetikët, por që gjithnjë e më shumë po përdoret për humbje të peshës. A është Ozempiku një zgjidhje e duhur për të humbur peshë, apo thjesht një trend me shumë rreziqe? Edhe në Kosovë, sipas raportimeve të mediave dhe të profesionistëve shëndetësor, trendi i përdorimit të Ozempikut për humbje të peshës është në rritje, por sidomos edhe nga persona që nuk vuajnë as nga diabeti dhe as nga obeziteti. Për të diskutuar për këtë çështje, se çka është ky ilaç, kush duhet ta përdorë dhe për efektet e tij anësore, e kemi të ftuar në këtë episod të podcastit 5 pyetje endokrinologun Dr. Genc Shala. Përshëndetje, mirë se erdha zotri Shala. Përshëndetje, mirë se vjen. Atëherë, a mund na tregoni fillimisht çka është realisht Ozempiku dhe për kë është i dedikuar mjekësisht të përdoret? Spari, kam kënaqësinë të jem këtu, pra ndëgjuesve dhe shikuesve të juaj. Ozempiku është një barë i cili së pari është zbulu për trajtimin e pacientëve me diabet. Është një barë shumë i mirë, shumë i efektshëm, i cili shkakton jo vetëm uljen e shëndetit, por shkakton edhe zvogëlim të ndjesisë së urisë përmes disa efekteve të tij, që në fillim ka qenë anësore, tash po përdoret edhe për humbje peshe. Është një barë shumë i mirë, bile disa studimeve të fundit i pash që është zvogëluar edhe niveli i incidencës së kancerit në disa shtete që kanë përdorur, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është një barë shumë i mirë, shumë i efektshëm. Për kë dedikohet përdoret mjekësisht, sepse ka një pikpyetje, a është vetëm për diabetikët, a bën keq nëse përdoret tek dikush që dëshiron të humb peshë, por që s'është as obez dhe as nuk ka diabet. Okej. Mas pari përdoret te pacientët me diabet dhe që kanë probleme me zemrën. Por pasi që i ka dhe këto efektet në humbje peshe, është shumë i mirë të përdoret edhe për humbje peshe. Por jo të gjithë njerëzit. Ne përdorim disa kritere para se ta shkruajmë këtë barin Ozempik në formë të injeksioneve apo ka edhe në formë të tabletave. Ka ndalë edhe tabletat, pra duhet ta marrim parasysh personin në tërësi. Çdo individ, çdo pacient, çdo person i ka karakteristikat e veta. Për shembull, duhet të kemi body mass indexin mbi 30 apo 35 me pas smundje shoqëruese, apo body mass indexin mbi 40, do kjo është një farë raporti mes gjatësisë dhe peshës së pacientit. Dhe nëse i kalon këto obezitetin e shkallës 3 apo 2 dhe ka smundje të tjera përcjellës, që është diabeti, smundje të zemrës, tensionit e tjera, atëherë mund ta përshkruajmë Ozempikun. Jo për shembull ka 3-4 kg më shumë se që duhet, edhe disa raste na kanë ndodhur kështu, vinë kërkojnë ta marrin Ozempikun. Pra janë disa kritere. Pastaj kur ti plotson këto kriteret, atëherë kalojmë disa analiza shtesë. Mos është shtimi i peshës nga ndonjë sëmundje tjetër, mos ka probleme me gjandën tiroide, me gjandat mbiveshkore, mungesa vitaminës D3 që mund të shkaktojë obezitet. Pastaj shikojmë dhëna psikologjike të pacientit, domthonë Ozempiku për neve, për humbjet peshe është bari i fundit. Po ne sipër fillojmë me gjetur nëse ka smundje tjetër apo të rregullojmë peshën përmes metoda shumë të lira, që është ndrimi i stilit të jetës, pra rregullimi i ushqimit, rregullimi i xhumit, marrjes me sporte e tjera. A rekomandohet për njerëzit, si thash, që nuk kanë diabet, por nuk janë as obez, po thjesht duan të humbin disa kilogram dhe preferojnë ta bëjnë këtë me Ozempik? Jo, çka ndodh tek ta njerëz ndoshta? Nuk e preferojnë, pasi që edhe vetë fasin Ozempik kanë disa efekte anësore mjaft ralla, për fat mirë, po mjaft rrezikshme. Një për tyre për shembull është kanceri mund të fitu kancer gjendës tiroide, pra kanceri medullar gjendës tiroide, që është një kancer mjaft i rrezikshëm. Pastaj çrregullimet të pamurit, insuficiencë të veshkave, nuk punojnë veshka sa duhet, pasi shkakton edhe dehidrim. Pra kur i marrim parasysh gjitha këto efekte anësore, atëherë ne nuk e rrezikojmë pacientin për disa kilogram që i ka peshë tepërt. Domthonë, pa i plotësuar kriteret që tham në fillim, nuk e përshkruajmë këtë barë. Plus duhet të bën analiza, për shembull ultrazori gjendës tiroide, nëse ka ndonjë nyje apo në dosë në gjendën tiroide, të cilën Ozempiku mund ta përkeçësoj atë gjendje që saqë të vjedhet e kancerit gjendës tiroide, pra në praktikën time si endokrinolog asnjëherë nuk e kam përshkruar Ozempikun pa i përmbush këto kritere, plus analizat shtesë, sidomos ultrazori i gjendës tiroide. Po na vijnë edhe analizat shtesë, sepse ndonjëherë shtimi i peshës është i shkaktuar nga ndonjë sëmundje tjetër
pasi që nëse është i shkaktuar ndonjë sëmundje tjetër, atëherë Ozempiku nuk do ta ketë efektin e vet në humbje të peshës. Por mund të përdoret, mund të përdoret. A keni raste të tilla kur vinë pacient që ndoshta vet ata kërkojnë që ju t'ua përshkruani Ozempikun, sepse tash edhe në Kosovë po dhe në botë, sidomos ka figura publike që promovojnë dhe reklamojnë përdorimin e këtij ilaçi për humbje peshe. E vërtet. Kem plot pacienta që vinë edhe vet, kem pacientë të referuar nga mjek tjerë që të shohin një peshë të tepërt apo mbi peshë të tepërt dhe e referojnë te endokrinologu. Por kem edhe raste që vinë vet. Thash edhe në fillim, kem edhe raste për 3-4 kg më shumë, sepse në internet mund ta gjejnë këto body mass indexin, kalkulatorin, edhe e fusin aty kilogram sa i kanë edhe peshën dhe i tregon është mbi peshë, obezitet, shkallës parë 2-3, edhe shohin që kanë mbi peshë të lehtë edhe vinë për 3-4 kg të humbin përmes Ozempikut, të cilat nuk ja vlen, edhe është e rrezikshme. Do thotë ka pasoja Mund të ketë pasoja nëse përdoret për kaq pak kilogram. Mund të ketë pasoja edhe për këta që kanë peshë përmes që kanë nevojë për Ozempik, por atë disa raste ja vlen bara qiran, pra ja vlen rreziku. E jo për 3-4 kg më shumë. Po, vazhdimisht po përmendni këtë nevojën e përshkrimit nga mjeku. A i bie që në asnjë formë nuk duhet të shitet pas të blehet në farmaci pa recetë mjekut? E vërtet, jo vetëm Ozempik, pa asnjë ilaç, asnjë bar nuk guxon të mirët pa konsult me mjekun, pa recetën e mjekut. Pasi që kem raste të përdor një kushëria, përdor një shoqe imja, edhe ta marr edhe unë, edhe pse ndonjëherë në disa laboratorë po shitet edhe pa recept, por në përgjithësi jo vetëm për Ozempikun, për asnjë bar nuk e rekomandojmë të mirët pa recetën e mjekut, pa konsultën me mjekun për katës. Dhe çka mund të jenë ndoshta indikacionet e para kur ky ilaç përdoret pa një kontroll mjekësor, pa një recetë mjekësore? Çka janë simptomat e para që njerëzit i vrejnë që ndoshta sot, nëse dikush po na shikon dhe ka bler një Ozempik në banatore pa recetë mjekut, mund t'i dëgjoj që ato që ka përjetuar janë këto simptomat që mund t'i thonë. Para disa kohëve ke pas në Spitalin Amerikan një zojë që ka përdorur Ozempikun pa recetën e mjekut dhe ka filluar me dozë pa e ditë, ka filluar gati dozën maksimale. Edhe një për efekteve anësore është mundimi dhe vjellja e pacientëve. Kjo është shumë e paktë ose fare nuk paraqitet nëse fillon me dozat fillestare më të vogla që ekzistojnë të Ozempikut dhe me një javë ka qenë hospitalizuar tek ne, ka qenë shumë probleme anale të mundim edhe atë vjedhje, pra është dashur gjithkohë t'ja kompenzojmë lënxhet që i humbte përmes vjedhjes. Edhe gjumë ka pas shumë pak se gjithkohë ka pas ndjenjën e mundimit dhe vjedhjes. Por kjo është një prej pasojave të mundshme të përdorimit të barnave pa recetë. Pa recetë dhe pa një kontroll të mjekut në këtë rast. Ndërkaq sa i përket promovimeve që bëhen në botën, në rrjetet sociale, a mendoni që është ky një ilaç që duhet promovohet nga trajner fitnessi, nga influencer, apo s'është në këtë kategorinë, si them, të ilaçeve që edhe mund të promovohen, ta zëm vitamina të ndryshme ose suplemente? E vërtet, ky nuk është vitamin, nuk është suplement, nuk është aq i thjeshtë, do thotë. Jo, është një bar me mjaft efekte anësore, por bar shumë i mirë. Si thash në fillim, tash po vërtetohet që ka ndikim të mirë edhe për parandalimin e kancereve të ndryshme, por nuk mundet dikush që nuk mirët me këtë punë, bile edhe mjek të familjar apo mjek të përgjithshëm, nuk është dikush që mundet me përshkruajt këtë bar, pa ata mund ta referojnë te endokrinologu, endokrinologu e merr përgjegjësinë për ta përshkruar këtë bar apo jo. Po promovimi nuk është i keq, po jo nëse promovohet të mirë të Ozempikut, nga dikush që nuk është i kësaj lëmie, është mirë që ta ceksh, po ta mirët në konsultim me endokrinologun përkatës, që e kanë mëse afërt e ata pacient. Në gjithë këtë situatën me pikpyetjet a duhet apo s'duhet përdoret, çka u thoni kategorisë që një mend ka nevojë për këtë ilaç, sepse mund të jenë me diabet ose me obezitet dhe kanë pikpyetjen e këtyre efekteve anësore që mund t'i psojnë njerëz që e përdorin për të humbur 5 kg, taza. E vërtet, ne ata që kanë nevojë, me të vërtetë ja shpjegojmë të gjitha rreziqet e mundshme dhe tregojmë pse e përshkruajmë. Domthonë, cilat kriterë janë përmbush dhe cilat të mirat i ka nga Ozempiku të ata që e merr vërtet i përmbushin kriteret për marrjen. Pastaj edhe pacienti vetë vendos apo do të shkoj përmes Ozempikut apo do ta ndroj me të vërtet stilin e jetës, e cila është më e mirë, më afatgjatë përmes ndrimit stilit të jetës, humbja peshës se sa me Ozempik.
Pasi që studimet tregojnë që brenda një viti 60-80% të pacientëve që kanë përdorur Ozempik e rikthejnë peshën e mëparshme bile edhe te kalojnë. Pra Ozempiku masi që e pauzojnë përdorimin. Po. Pasi një për efekte absolutisht me tregu përmendet shumë është Ozempic Face, pra humbja e yndyrës në fazë që më nuk kthehet. Kom pa disa emisione dhe disa studime që në Amerikë tash kirurgët plastik po ka shumë punë për mi ja kthy këto yndyrën në fazë. Pra si që pjesa tjetër po kthehet pesha yndyrën nëse në fytyrë jo. Por na gjithmonë ja shpjegojmë të gjitha këto efektet e mundshme, pastaj vendosim së bashku si do të vazhdojmë atutje. Nëse duhet përdoret ose jo. Mundova gjej statistikat përdorimit në Kosovë të këtij ilaçi, por ishte vështirë, madje kishte edhe raportime të mediave ndërkombëtare për rritjen e trendit të përdorimit në Kosovë, po pa një statistikë sa është përdorimi. Ju si profesionist, e di që as ju s'keni një shifër, por a e keni vrejt ndër vite këtë rritjen e përdorimit në Kosovë? E vërtet, to vitet e fundit, 4-5 vite e fundit kemi një rritje, por tash shpeshojmë edhe një zvoglim kohët të fundit, pasi që janë vëdijsu dhe nuk e marrim pa recetë, për shkak se edhe mediat na kanë ndihmuar që ta ngrisim vetdijen për rreziqet nga ky bar, e cili është shumë i mirë, prapë nuk mundem me thonë asnjë fjalë të keqe për to, por të mirët në bazë të kritereve mjekësore. Po, është i mirë kur përdoret pra sipas këshillave mjekësore. Nëse jo Ozempiku, doktor, si zgjidhje e shpejtë dhe e duhur për humbje të peshës, çka janë format më të shëndetshme dhe më të natyrshme që njerëzit mund t'i përdorin për të humbur peshë? Do ta thekë se Ozempikun ndonjëherë nuk e kryen punën vet. Nuk vepron të gjithë në humbje peshe. Pra nuk është zgjidhje se nëse marr Ozempikun gjithsesi do ta humbi peshën. Zgjidhja më e mirë është ndrimi i stilit të jetës. Pra të marrim ushqime me pak kalori, po me shumë vlera ushqyese që kanë vitamina, minerale, të miremi me sport sa më shumë që është mund, 2-3 herë në javë. Dhe të kemi një xhum të mirë, dikon 7-8 orë në ditë, dhe të sa është e mundën me ikë stresit që në këtë përditshmëri është pak vështirë, po të ikemi sa më shumë stresit. Dhe mos shkojmë atë kemi një stres të ngajmë mbas ëmbëlsirave diçka. Për shembull nëse kanë dëshirë për ëmbëlsira mbas një stresi. Ka shumë njerëz që thonë kur jam i stresuar, ha më shumë. Më shumë të kalojnë në pemë, pemë është e ëmbël, të zëvendësojnë çokolladat me pemë. Këto chipsat smokat të zëvendësojnë me ushqime të njelbra siç është arrat, lajthijat, bademat, që janë shumë të mira, shumë të shëndetshme dhe nuk i kanë efekte anësore të chipsave smokave këto të dëmshme. Tek pijet duhet ketë aty reduktim? Shumë mirë. Ne preferojmë kryesisht të përdorët ujë thjesht, ujë thapt, kafe, çaj, jogurti, ajronet të mos përdoren lanxhet, as ato të shtrydhura vetëm, të marruara vet. Pasi që kur të marrim për shembull një portokallë e shtrydhim, ja marrim vetëm ujin edhe sheqerin, ngjyrën, nëse ato fijet e bardha që janë në portokall apo lëkura, lëvorja e mollës, ato hidhen aty 99% të vitaminave dhe mineraleve. Kështu që ne i them pemë të mi marrë në formë të ngrënë, jo duke i pi. Jo duke i pi. Pra jena përgjithësi kundër çfarë do langu. Kur po i përmendi këto sugjerime të mënyrës ushqyerjes, të reduktimit të disa ushqimeve, apo i thoni jo edhe atyre recetave të ndryshme të detoksit ose të çajrave bimor natyral për humbje peshe që edhe në media tona këtu në Kosovë janë reklamuar viteve të fundit. Ka disa çajna që na nuk i besojmë, po na i besojmë këto çajna që janë përditshëm kamomile tjera. Po flas për çajrat që thuhet specifikisht çaj për humbje. Nuk e dim për mbajtjen, edhe nuk shkruan kryesisht nuk shumë për mbajtja. Kisha pas shef me pas kujdes dëgjuesit tonë, shikuesit tonë ta lexojnë për mbajtjen se mund të ketë disa substanca tjera aty që nuk i cekun. Me pas shumë kujdes në ato çajra. Mund të ketë edhe përbërje që ty të ul urin. Por që të humë më pas... Ose rrit energjinë, shpenzimin e energjisë, kalorive, në mënyrë të dëmshme. Kështu që duhet me pas shumë, pra të kenë kujdes kur i përdorin këto lloj çajna. Ta shkojmë për mbajtjen, për ardhin atij çaji, po prapë të më e mira është ushqimi i shëndetshëm, sporti, xhumi i mirë, sa më pak stres. Për dietat, doktor, cili është ndoshta mendimi juaj, sepse edhe për dietat ka pikpyetje që mund të dëmtojnë shëndetin. Dietat e rënda, ku nalet ushqimi, një herë në ditë,
me ushqy ato janë të damshëm, pasi do të na mungojnë mineralet dhe vitaminat që ndikojnë pastaj indirekt në imunitetin tonë. Sa kemi imunitet më të vogël, atëherë shansat për mu sëmur apo të kemi smundje bile edhe me ardhe deri te kanceri janë shumë të mëdha. Pra ne zakonisht i rekomandojmë 6 herë në ditë me hongër. Po mëngjesi, marenda mes mëngjesit dhe drekës, dreka, një marendë tjetër darka dhe një marendë një çaj me ara ose lajthia ose kikirika, në darkë, domethënë 6 herë me hongër, po jo me hongër çipsa, smoka, ëmbëlsina, domethënë vend këtyre të zëvendësojmë me pemë ose me ara, lajthia, badema. Këto janë shumë të shëndetshme edhe nuk shtojnë peshë. Faleminderit shumë për këtë bisedë dhe që ishit pjesë e këtij epizodi, doktor. Ishte kënaqësi, shpresojmë që së bashku kemi ngrit vetdijen për një jetë më të shëndetshme, humbi peshën në mënyrë natyrale. Dhe në fund kësaj bisede i thoni jo Ozempikut si ndoshta suplement ose si ilaç parimor për të humbur peshë. Po thot vetëm për këtë ide. Çdo endokrinolog është kundër barnave. Por nëse i përmbush kriteret jemi pro, pasi që duhet ta mbrojmë shëndetin e pacientëve edhe përmes Ozempikut, nëse ka mbi peshë të madhe, shkallës 3 për shembull, dhe ka smundje përcjellse, jemi pro që të mos ta rrezikojmë nyjet nga pesha, të mos ta rrezikojmë zemrën, mos të vjen ndonjë infarkt, mos të vjen te diabeti, nëse është ka vetëm peshë të tepërt, pra jemi për Ozempikun, por në kushtet që i cakton mjekësia. Faleminderit shumë për diskutimin. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti sa i përket përdorimit të Ozempikut për humbje të peshës. Diskutuam për efektet anësore, të mirat dhe të këqijat e përdorimit të këtij ilaçi. Faleminderit dhe shihemi e dëgjohemi të shtunën e radhës.